حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإمام طحاوي رحمة الله عليه: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. Dhe nuk flasim në çështjen apo rreth çështjes së qenies së të madhe të Allah Azza wa Jall pa dije. Ka për qëllim me kundërshtuar shumë fraksione, po edhe indive të cilët flasin, kanë folur dhe flasin rreth qenies së Allahut Azza wa Jall, pa ilm, pa dije. Por flasin me mendje, apo me hamendje tyne. Siç ka thënë Allah Azza wa Jall: "Yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda." Ata nuk e pasojnë tjetër kënd vetëm se paragjykimet e tyre dhe epshet e tyre. Nga i madhi Allah u ka ardhur nuri dhe udhëzim. Siç sa të Abu Hanifa rahmetullahi alayh, nuk meriton askush të flet për Allahun, rreth Allahut, me diçka pa nuri dhe pa dije. Jashtë asajna çka ka folë Zoti për vetveten e tij. Nuk bën ta apo nuk guxojmë ta përshkruajmë Allahun me atë që s'e ka përshkruar vetvetes së tij, te bareke ve taala. Apo na ka njoftu pejgamberi me të, apo ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wassalam bedeni cilësi të madhe në Allah. Zotën atë është fundi, kufini i dijes tonë dhe i mundësisë tonë për ta njohur qenien e të madhe të Allah Azza wa Jall. Ai cili te kalon atë kufi, ai patjetër se ka devijuar, sepse ka me paragjyku dhe ka me pasu epshet e tij. Nuk ka ndonjë gjë tjetër që mund të bazohet në te. Pastaj vazhdon Imam Tahawi rahmetullahi alayh dhe thot: "Wala nujadilu fil Quran." Dhe nuk polemizojmë rreth Kur'anit. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Dëshmojmë se është fjalë e Zotit të gjithësisë. Nazala bihi ar-ruhul amin, të cilën ka zbritur këtë Kur'an Gjibraili alayhi salam. Fa'allamahu sayyid al-mursalin Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Këtë Kur'an Gjibraili ja ka mësuar Muhammedit sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa kalamullah. La yusawihi shay'un min kalam al-makhluqin. Ky Kur'an është fjala e Zotit. Nuk i përngjet asnjë fjalë të krijesave të Zotit. Wala naqulu bi khalqihi, dhe nuk themi se Kur'ani është i krijuar. Wala nukhalifu jama'at al-muslimin, dhe nuk i kundërshtojmë xhamatin e muslimanëve. Ka për qëllim Allahu pas mëshiruar Imam Tahawiun me i kundërshtue disa fraksione të cilat kanë qenë para tij, po edhe në kohën e tij, po edhe pas tij, që kanë folur gjatë rreth Kur'anit, se është Kur'ani i krijuar apo nuk është i krijuar,
Për atë arsye thot vazhdim dhe dëshmojmë se është fjalë e Zotit te bareke ve taala, të cilën e ka zbritur atë fjalë Gjebraili alayhi salam, i që Allah ka quajtur ruh, shpirt, sepse zbret diçka që ka me të është jeta e shpirtit. Me din është jeta e shpirtit. Dhe këtë Koran ja ka mësua Gjebraili pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra ka zbritur me fjalë. Dhe ato fjalë ka thonë pejgamberit, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë dëgjuar dhe i ka kuptuar. E kjo është fjala e Allahut, nuk i përgjet asnjë fjale të krijesave të Zotit xhalla shanuhu. Nuk i përgjet. Është diçka në vetë fjala e Allahut. Njerëzit e mundu me kuptu natyrën e të folurit Zotit. Dhe kanë gabu. Dhe kanë dalë disa për i fraksionet që kanë thonë se Zotit s'flet hiq. E mirë që me bu për Koran. Ka thonë Koran është diçka që ka Zotit ka zbrit drejt një shpirt pejgamberit. Por jo fjalë. Pra jo fjalë Allahu Gjebrailit, Gjebrili të fjalë, qoftë disa fjalë, 1, 2, 3, 10, 15, qoftë një sure, zbritur pejgamberi që ka thonë me gojë, dhe pejgamberi ka ndërgju me vesh, dhe i ka fjet, i ka poshuar, dhe i ka mbetur në zemër. Jo. Kështu kanë thonë sepse kanë mohu të folurit e Zotit. E natyrisht, mohimi të folurit e Zotit është mohimi të cilësisë e Allahut. Dhe me këte, ata kanë ba njeriu më të ngritur se Allahu, me dashje pa dashje, apo më të privilegjuar, sepse është e pamundur me qenë njëjtë i barabartë ai që flet dhe ai që nuk flet. Ai që flet është më i plot se sa ai që nuk flet. Më i plot është. Dhe të kundërtën ai i cili nuk flet është më i mangët. Këtë e di dynjaja. Ai i cili nuk ka aftësi me folur, ai është më i mangët se sa ai që ka aftësi me fol. E nëse ka aftësi me fol por s'flet, atëherë ai quhet i heshtur. Pra, ka për qëllim e kundërshtu disa grupe të cilat e kanë mohu cilësinë të folurit. Esh'arit nuk e kanë mohu cilësinë të folurit, por edhe nuk kanë shprehat shumë. Kanë thonë cilësia të folurit është cilësia vjetër Allahut. Te bareke ve taala, e tash Allahu nuk flet, por ka fol më herët. Edhe këtu kanë gabuar sepse pse mos më fol Allahu kur don? Pse mos flet? Kurse ai është Zot i gjithësisë. Çka ka diçka që e bën Allahun me fol në të kaluarën, herët para se mi ka krijesat e tina, mi kriju, e mos me fol tash kur ka kriju krijesat e tij, apo kur e ka zbritur Kur'anin, apo Tevratin Musaut, apo kur e ka marrë pejgamberin kur e ka ftu musafir në Miraj në Hajj. Sepse këtu kanë pasojat njëra pas tjetrës. E ata mundohen me hika asaj se Allahu te bareke ve taala nuk flet me zot që flasëm na. Këtu është ajo thelbi asaj të shumë fraksione e disa të tjerë që mohojnë krejt. Për të arsye kë ka definuar Imam Tahaviu se besimi e Ehlusunetit është se Kur'ani është prej Allahut, fjala e Allahut,
e zbritur në përmjet Gjibrailit, alayhi salam, pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam, të cilit ja ka mësu, ja ka fol, ja ka ndëgju, e që besë edhe ka përsërit, derisa pejgamberi, alayhi salatu wassalam, e ka kuptu dhe ka mbajt mend Kur'anin. E të shëdim, pejgamberi alayhi salatu wassalam, përpos që Allahu azza wa jall ja ka zbritur Kur'anin në përmjet Gjibrailit, ai prapë se prapë ja ka përsërit, për shembull, në çdo Ramazan e ka përsëritur krejt, deri në fund, në prezencë të milaçës Gjibrail, alayhi salam, për ta vërtetuar dhe për të siguruar se e ka krejt Kur'anin në zemrën e tij dhe nuk i ka ikur asnjë. Dhe kjo është e kapshme, shumë e kapshme, dhe është e logjikshme. Por ja që njerëzit, në veçanti të ndikuar nga filozofitë të ndryshme dhe nga dhënia hapësirë të tepërt logjikës në çështje të mshefta, ka bërë që ata me i tejkalu e kufejt, edhe ma shumë me gabu se sa që mja qëllu. Zatën, në çështje të mshefta, njeriu sa të flet, vetëm gabon, përpos kur ka fakte dhe argumente përpara. E fakte dhe argumente janë me ehlus sunnet dhe xhamat. Sa Allah i madhruar ka folë dhe flet. Por mënyra e zërit që është del për të madhe të Allah, nuk mund të imagjinojmë ne, apo ta paragjykojmë. Nuk mund të themi se është zanë se zanë e njeriut, sepse zanë njeriut është zanë i krijesës, e Allah është krijues. Pastaj zanë i krijesës vije prej një drejtimi, për aty ku del, për një gjymtyre të saj, të ti, e që është goja. Tana këto kanë ndikuar që njerëzit me hezitu edhe me diskutu e shumë për tyre shtash edhe me deviju. Allahu na ruajt. Për ndryshën e ceku më herët, kemi cek më herët se Allahu ka thonë wa kellim Allahu Musa. Të klima, Allahu ka folë Musaut alayhi salam, drejt për së drejti, edhe të pasë ndërmjetësus. Allahu ka folur Ademit, edhe Ademi ka ndëgju, dhe ka bisedu me Allahun. Musa nuk diskutohet, ka bisedu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Allahun. Ka mundësi të këtë bisedu edhe ndonjë pejgamber tjetër, që neve nuk na është cekur në Kur'an, apo në hadithe, por e ka ndëgjue fjallën e Allahut, e ka kuptue fjallën e Allahut, dhe Allahu dhe është përgjigjur Allahut. Pra fjallët e Allahut janë të hershme dhe Allahu flet prap kur dënë. Por pse flet Allahu kur dënë? Se edhe këto është një çështje tjetër. Nuk do të thë se tashmë është e krijuar. Sepse me thonë Allahu flet tash, si mbas e sharive dhe të tjerëve, i bie se pe krijen fjallën e vetë tash. E jo, fjallë Allah nuk thotë se është e krijuar. Aja është e vjetër. I krijuar është për ty dhe për mu, që s'ke di dje që ka flet sët, dhe sët nuk e di që ka flet nesër. Ndërsa të Allah nuk është di që ka e tjilë. Të barëke vë ta'ala. Zatën, që i thajmë Ebu Hanife rahmetullah alejhi, ata të cilët futen në qenet madhe të Allah,
dhe mundohen me përshkrua Allahun jashtë asaj që ka përshkrua Allahu, ata patjetër se kanë me devijuar edhe kaq. E nuk është marrë njeriu as likështi me u ndal në një kufi sa i përket çështjeve të mshefta, në veçanti qenjes së të madhit Allah Tebareke wa Taala. Në veçanti kur ka mundësi rruna Zot me rshit shumë edhe me dal prej dinit shumë, me dal prej dinit krejt, duke vrejtur apo duke mos e vrejtur. Kaq sa për sot, sepse kem pastaj një temë bagit gjatë, e që ka për qëllim një mesele ku është shumë e ndihshme mes muslimanëve, se muslimani a mund të del prej dinit me ndonjë mkat që e bën, me ndonjë haram të madh, apo ani pse bën haram e prapse mbetet musliman, e që është një mesele bajage e përfolur herët edhe vonë, e që ka pasojën këtë dynja dhe në botën tjetër. Dhe deri atëherë, wallahu alem, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيد المعتدين